nuk ka me u desh. Deshu. Ha? Deshu. Po jo, pasha shpirtin e rrotës, kur jo? Ani jashtë! Çdo vit, aktor, regjisor edhe emrat më të mëdhenj të filmit mblidhen në qytetin e Cannes për një nga eventet më prestigjioze të industrisë së filmit. Ama ky vit vjen me rregulla të reja. Nuk lejohet me u desh, nuk lejohet veshja transparente dhe as fustana të gjatë e ekstravagant. E këto rregulla janë aq strikte sa që kushdo që nuk i përmban largohet nga tapeti. Po pse ky ndryshim? Kujt po i pengojnë këto veshje? Kësaj here nuk është një person specifik. Komplet organizatorët e festivalit kanë vendosur me rishkru rregulloren. Hajde i kujtojmë bashk disa momente kur kjo rregull nuk ka ekzistuar. Ku ikonat si Bella Hadid, Elle Fanning edhe Kendall Jenner e kanë shfrytzuar deri në maksimum. Mirë po, këtë vit estetika konservative çuditërisht po shkëlqen. Angelinës po i shkon shumë. Jennifer Lawrence po duket tepër klasi edhe Halle Berry e ka gjetë balancin perfekt. Festivali vazhdon edhe për 12 ditë e mu shumë po m'intereson a ka me dojnë ndonjë aktor që ka me refuzu këto rregulla. E te, tregom komente, çka po mendon për këtë vendim? A është një progres apo një regres në botën e modës? E për ma shumë video si kjo, subscribe në Urban FM 103.5 në YouTube.